Jam njeri për ekipe që prej insajderit e deri tash të këmë hullumtu. Kështu që kërë për më thani ju, kërë për më thani unë që hullumta, letëza i nderuar, je pak i ri. Ty personalisht. Me këto detaje, nuk me këto detaje, nuk Kja është për qytetarë, që na nuk folëm të veç për vullnetin, po për qytetarën përgjithësi që përna për cilin, i nderuar. Mirë, atë këthemi pak, kalojmë pak anash këtë diskutimin, kështu që përbët ndoshta në baza pak ma personale, po dalim pak edhe tek disa prej këshillave që i dha Edi Rama, kryeministri shqiptar për Albin Kurtin, kryeministrin tonë, duke thënë që të qëndroj larg Serbisë dhe të niset të shkoj drejt Bashkimit Evropian. Vullnet? Adem, zdi, do me thënë me që Edi Ramën, se nuk përka që ka me folma, e ka kuptu që Kosova është temë kështu interesante, ku aje merë tash një pozicion të kosmopolitanit, i cili është një shqiptar shumë i moderuar, na pozicionohet dhe i jep Kosovës shqiptarëve të tjerë që nuk po din dhe atë shmirë se si duhet drejtohet shteti, ta harrojmë Serbinë. Sepse Serbia kur është një shtet shumë patësor, nuk ka asë një tendencë ndaj neve. Në kushtetutën e Serbisë nuk shkruan që Kosova është pjesë e Serbisë. Shtatë shumë zdia për se po fole për atë njëri, mas pare. Mirë, po le të flasim pra për Britaninë e Madhe që ka porosit Kurtin të mbaj larg duart nga institucionet. Po, edhe le të flasim për kërkesën e Britanisë dhe të Amerikës me mbyllur mikun. Apo kupton, tash më në folë për çka do, varsisht çfarë tema do na me gjithë. Ama për Edi Ramën dhe këshillat e Edi Ramës për Kosovë, s'di pse do të më diskutu, nashta ata në studio e kanë ardhur për ideje që po mirë e ka. E ka mirë, Armend. E ka mirë vullneti. Vullneti ka mendimin e tij tek e fundit, po zakonisht mendimi do të mja qitë provën. Nëse prova dele pasakt, do me thonë mendimi është këtë. Çfarë prove? Tash për shembull vullneti për mbrojnë zotrin Kurti, po thotë mos e përmendë zotrin Kurti. Nuk e mbroj zotrin Kurti. Po e përmendim zotrin Edi Rama, po thotë mos e përmendë zotrin Rama se u bot tem bajat e përmend zotrin Rama, sa ai do me thonë qyre. Na për zotrin Rama mjaftën me poshtë Shqipërinë sa ka progresuar dhe përfundon loja. Ta potencuo edhe një herë Armend sepse kam nevojë, sepse prej fillimit po thotë edhe vetë vullneti, nuk po e mbroj zotri Kurtin, por nuk po më pëlqen mënyra se si ju po e kritikane. Kështu mundesh me kuptu që ç'dush, unë e kuptova në këtë mënyrë. Vullnetin edhe në emisionin Rubicon edhe kudo që është i ftuar me përcjellje, që normalisht tamam puna me dal me thonë që po e mbroj zotrin Kurti. Ai hub komplet narrativa i vjen. Po çosin e koktil. Në këtë studio dhe goxha shpesh e kam vullnetin dhe ka pas raste kur vullneti. Në komparaste ku ka pas edhe kritika që un kom shumë të logjike dhe pajtuara plotësisht. Mirë po, na tash do të më fol për dikan, për Albin Kurtin, për Edi Ramën të jam pushtet. Mirë po në dishta me thonë që në pushtet që është Edi Rama për një ku bukur gjatë, Shqipëria ka një progres të jashtëzakonshëm. Dhe Kosovës nuk i konvenon me ngjall polarizime as brenda shoqërisë kosovare, as në Ballkan. Edi Rama e ka thonë shumë mirë, një këshill e jashtëzakonshme si një shtet mik, por edhe përtej shtetit mik një shtet vllazëror, që mendoj që ne do ta marrim seriozisht. Edhe Edi Rama detyrohet me dhënë këtë deklaratë zotri Arifi për shkak se institucionet e Kosovës ja kanë mbyll dyert. Sa ndoshta problemin më të thellë që shposë Edi Rama më dal me thonë mediatikisht dhe me dhënë këshilla. Mirë po, institucionet e Kosovës, konkretisht qeveria, i ka ngri dyqysh këtu takimet me institucionale me shtetin e Shqipërisë. Dhe ai po detyrohet shpesh në media me godit për shkak, unë mendoj që ka më shumë baj me një vedisim të përgjithshëm qytetar. A ka zotri Rama të meta? Ka. A ka zotri Kurti të meta? Ka. Secili kryeministër, mirë po, qasje më destruktive dhe ma antishtetrore, se so qeveria Albin Kurtit, në esencë nuk ka. Dhe mund të është një fakt. Ka njerë nuk është në rëndësi kush e ka thonë, po çka ka thonë. Ne po ikëm asaj, po gjuhëmin debatin, të ke fundit aqë më bënë kush është Edi Rama, ajo është kryeministri i Shqipërisë. Ne kem kaluar për disa procese negociatore prej vitit 1999, vullnet. Dhe në gjitha këto procese, ne kur s'kemi negociu me Serbinë. Ne kemi negociu me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur na nuk kemi prit që Serbia ka me pranu Rambujen, dhe kemi ditë që se pranon se ka pranu, i ka hungur bombat. Ne e kemi ditë kur imi shkun proces të Vjen, se na kanë thonë qëtat me që mos me shkun Vjen. Na nuk kemi shkun i Vjen si Kosovë me negociu me Serbinë, se kemi ditë që Serbia nuk e pranon Shtetin e Kosovës. Ne imi shkun Vjen me negociu me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe sot negociata, ta kanë keq kuptu dialogun. Ta kanë menu që kanë më marrë vesh që Vučići ka me thonë merë në shtetin. Na jem proces negociator
sepse vendet aleate, bashkëriuese të shtetit Kosovës, kanë kërku prej neve dhe ata negociojnë me neve. Nuk është halli jam që ne po i shkelim marrëveshjet që i kem me Beogradi. Halli jam është që na i kemi po i jem të i shkelim marrëveshjet me Washingtonin dhe Brukselin, me aleatët e tonë. Ka qenë seanca, këshire do me ta të regu që të seancën e Këshillit Sigurimit. Seancat e Këshillit Sigurimit, që kanë qenë çdo 3 muaj, janë bërë në kohën kur unë kam dhënë standarde. Çdo 3 muaj ditë me majtë vlerësimin e Kosovës. Prej vitit 2012, Britania e Madhe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i kanë sugjeruar qeverisë të Kosovës, mos me u paraqit atje në nivel të parë, jo president, jo kryeministër, jo ministre jashtme, sepse ne aty jem se institucionet përkohshme të vetë qeverisjes, jo si shteti pavarur. Ne atje shkojmë kogja si UNMIK-u dhe faktorizojmë UNMIK-u. Neve na është rekomandu që ta zbresim nivelin, sepse kur ta zbresim në nivelin, e zbresim edhe vendet anëtare dhe dhe legjitimohet seanca e Këshillit Sigurimit. Zyrtarët politikë të Kosovës, Kurti, Vjosa, Donika, e shohin ato si shans me fitu një vot në Kosovë dhe me shfry çka kanë bark. Dhe shkojnë atë seancë dhe flasin se në krejt koti dhe vazhdan dhe ja ka nisë me u bo presion edhe për Amerikanë edhe për Britanikë dhe ata po lypin diçka një dalje, kjo nuk është e re. Ka 7-8 vjetë që lypin Britanikët me riformulu prezencën e UNMIK-ut në Kosovë, sepse faktikisht riformulimi që ekziston është riformulimi i vitit 1999. Kanë rru Kosova është shtet, ne e kemi njoftë. Po kërkan, po aty është vetoja ruse dhe kineze që jeje po dojnë në këtë mënyrë. E vetë një formë për me delegitimu seancat e Këshillit të Sigurimit që janë shumë të dëmshme dhe totalisht pa dobishme për Kosovën ka qenë Kosova atje më u përfacu në nivel të ambasadorit ose ma poshtë. Po këta po kanë qenë, se s'ka faj Donika, sepse kërkush do me full me to. S'ka faj Kurti, kërkush do me full. Këta po shkojnë vetëm aty. Vendet që po i ftojnë nuk kanë qare për aftu dikon për Kosovën. Kur e ke po ministrën e jashtme që e ka taku ministrën e punët jashtme të Belgjikë, të Francës, ose të vendeve tjera. As një takim bilateral. As një takim bilateral, as një marrëveshje bilaterale. Dhe shka tash, shkon ku është për seancë Këshillit Sigurimit, ku do të më një sekretar koti me që atje, shkon atje dhe shet patriotizëm. Pozitet me bosa për elektorat. Atje që të Këshillit Sigurimit, zotja Arifi, Vlora Qitaku e ka kallë. Po, e që atër ka qenë mas mirë, e që bashkë në mund ndërlidhë, se kur e pat Vlora Qitaku performancën, e pat tjerë... Vullnet, dë me të regu diçka, vetë vesh një detaj po ta jap, në 7 sedin. Kur e ja fillum na me që Vlora Qitaku, që ishë ambasadore, a e pat performancën shumë të mirë, ashtë mirë sa që Dacish po thuj se ja kam sy fizikisht me sulmu Vlorën, e ju moshën Vlorës të lajkat edhe komentet se i pëlqeu Kosovës, krejt partit politike, këta që u dheqen me shtete, u gjelozunë dhe ja morën atë funksion ambasadore, ta njerë na po shkojmë. Tash presidenti, kryeministri, mundohen me full diçka shumë të madhe, patriotike, që ka reflektim në vota këto. E si aunien atje që po dëmtohet pozicioni i Kosovës, si institucione. Mas pari, Donika nuk ka qenë si ministre punët jashtë në Republikës Kosovës, po si përfacuse e institucioneve të përkohshme vetë qeverisë të Kosovës, si pjesë e UNMIK-ut. Do të me ditë kush je, ku je dhe çka po përfacon. Me vite bre të kanë lutë, mos e qani ministrën, mos e qani, ti prapë të thuaj, ja, do të me shku se del në RTK edhe shohën, ne lunë e i votë. Edhe aplauzojnë. E bën të për vota? Për vota, absolut për populizëm, absolut për vota. Në këto pajtona me zotin Arifi, që gjithmonë ato kanë qenë se unë i di reagimet, fjalimet në Këshillit të Sigurimit edhe në PROKP, gjithmonë kanë qenë fjalime që këto në Kosovë janë përkthy. Për pojena politikë. Për pojena politikë. A është dëmtu Kosova? Ka më një fjalim, Vlora Qitaku, që ka qenë rekomandime Burnesha, bravo. Gjithë është një farë ballafaqimi me demek pjathot në sy Vučićit. Prek sentimentin e popullit, ajo është normale. Është kjo arsyeja pse kanë marrë vendim që mos më shku ambasadorët, po më shku. Ata kanë lyp Amerikanë kanë lyp. Edhe dje Donika Gërvala e këshit një video vetëm 15 sekonda, me demek ku i thot ajo Vučićit e së Serbisë, që Kosova nuk është Kosova me të hi. Apo pëtën dhe kjo është... Kjo është në sens. Apo pëtën se është me prej me bo një reels për audiencën në Kosovë. Edhe shka, do me të regu... Vishta përfundon, vëllit edhe? Po, më falë. Po, ama të jetëm ko, për më ne që është shumë e rëndësi se unë nuk e kum një maherët, kërkesën e Shqipërisë dhe Britanisë për shurjen. Zotë Arifi, unë e një bashkë shumë një dhe maherët e Lëgjova, nuk ka kërku riformulim ose rikrijem ose...